Përshëndetje, mirë se po takohemi në sezonin e ri të emisionit Pastel. Po e startojmë mbarë mirë për t'ju shoqëruar kështu çdo pasdite, ashtu siç e kemi bërë 3 ditë të zakonshme. Pa humbur shumë kohë do të fillojmë me njëherë t'ju informojmë sa i përket shëndetit. Siç e dini, mysafiri jon i zakonshëm është Solgar. Do të ndalemi te Flavo Pastilat Zink, të cilët ofrojnë zink të cilësisë së lartë në formën e citratit dhe glukonatit, forma kimike të karakterizuar nga fuqia e lartë përthithëse. Është veçanërisht e rëndësishme për forcimin e sistemit imunitar. Zinku kontribuon në ruajtjen e lëkurës, flokëve dhe thonjve të shëndetshëm. Gjithashtu ndikon në furnizimin e trupit me energjisë dhe mbështetjen e fertilitetit dhe ruajtjen e shëndetit mashkullor. Kështu që për gjithë ju të cilët keni nevojë për të marrë vitamina, drejtohuni tek Barnatori Azegi. Atëherë do të ndalemi tek i ftuari jon i parë. E dia fiks momentin kur e mendova se cili do të ishte ai me cilin unë do ta startoja këtë sezon të ri, pa dyshim që e mendoja një mbarësi të madhe, kështu që besoj që ai do të na sjellë fat dhe mbarësi në këtë sezon. Ai është i lindur në një familje ku arti nuk ishte vetëm profesion, por frymë e përditshme. Regjisori, poeti dhe mjeshtri i skenës Nikolin Gurakuqi ka ngritur mbi 80 produksione operistike. Ka vënë në jetë kryevepra të Verdit, Puccinit e shumë të tjerëve, duke i sjellë skenës shqiptare madhështi e identitet. Ai është një nga ata artist që nuk thot shumë fjalë, por i shndërron emocionet në skenë, në muzikë dhe poezi. Një figurë që ka ditur të mbaj peshën e trashëgimisë familjare dhe të krijojë një univers të vetin artistik, shpeshherë duke i dhënë zë edhe dhimbjeve personale për ta shndërruar atë në një art pavdekshëm. Kam nderin dhe kënaqësinë që sot të pres një njerëz që i ka dhënë dritë operës shqiptare, një artist që jetën e ka kthyer në poezi dhe regjinë në një mision. Pra, me mua është Nikolin Gurakuqi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën që më bët, që e pritem me shumë kënaqësi dhe jam i gëzuar që jam këtu në studion tuaj me juve. Privilegj për mua. Gjithashtu. Do t'i marrim shtruar të gjitha gjëra gjatë, do të diskutojmë. Kam përshtypjen që kjo duhet të jetë intervista juaj e parë në Maqedoninë e Veriut. Fizikisht po flas. Ndoshta nuk e më, po m'duket se po. E di që të gjithë tashmë ju njohin dhe e di që të gjithë janë rritur me artin e juaj të mirëfillt, po do doja të startojmë me një pjesë që ndoshta shumë pak e keni prekur, me trungun tuaj familjar. Ju rrjedhni nga një familje mjeshtrish, emër më vete, figura më vete, kështu që besoj se nuk e keni përdorur asnjëherë për ta shtjelluar këtë temë, sepse ka mjaftuar figura juaj dhe parimet e juaja, karriera juaj, bagazhet dhe gjithçka tjetër. A do mund të startojmë me trungun familjar, të flasim pak për rënjët e juaja? Po, me kënaqësi, pa diskutim, por duhet të theksoj që në fillim që është hera e parë që flas në një studio televizive të botës shqiptare për trungun ton familjar të dokumentuar, pra. Kjo që shikojmë në ekran, ky dokument është ekskluzivisht nxjerrë për herë të parë, apo jo? Po, është nxjerrë për herë të parë në një studio televizive, se kështu me gojë unë e kam thënë. Ju falenderoj. Por sigurisht që preferova ta sjell këtu, sepse në Tiranë, në Shqipëri më njohin, se nga rrjedh e tjerë. Këtu do të ishte më mirë që ta prezentoja. Kjo është trungu gjenealogjik i familjes Gurakuqi, për nga rrjedhin Gurakuqit trashëgimtar të personazhit më të shquar të familjes Gurakuqi, por edhe njërit prej firmatarëve të pavarësisë së Shqipërisë, patriotit Luiq Gurakuqi, i cili ishte kushëri i parë i stërgjyshit tim King Gurakuqi. Nga ka dalë kjo pemë gjenealogjike? Kjo pemë gjenealogjike ka dalë nga kushëriri i Luiqit, Dom Gaspar Gurakuqi, i cili këtë e ka shkruar si dokument nga gjendja civile e kohës, që në atë kohë për të krishterët ka qenë kisha, për muslimanët ka qenë xhamia. Pra fëmijët që lindnin regjistroheshin në institucione fetare. Pra gjithë emra që ju i lexoni aty, ato janë marrë nga fedja, kështu quhet ajo, fedja e kishës.
para janë të gjitha të sakta. Dhe si që shikoni në mes aty, janë ajo treshja në fund fare, që është Marku, Zefi, Luigi. Luigi është baba im, që është Luigi i dytë. Po. Në bas Luigi të parë të pavarësisë, Luigi i dytë është i matë. Ndërsa i mesit xhaxhai tim, Zefi sot është 92 vjeç, ndërsa xhaxhai tjetër ka qenë shkrimtar, profesor i gjuhës shqipe në Universitetin e Tiranës, ka vdekur 48 vjeç. Tani Luigi është i matë. Aty poshtë Luigit normalisht do të shënohet emri im dhe i djalit tim Enkelit, që besoj se do të shënojmë. Unë e kam lënë kështu, e kam lënë të virgjë. Unë ju falenderoj dhe njëherë që ky dokument për herë të parë përshpaloset në mediumin tonë. Doja të ndalesha pak pikërisht këtu. Që ndjallë ju po flasaj përket emocioneve kur jeni pasardhës i një rilindesi kaq të madh si Luigi Gurekuqi, dhe çfarë peshe mban ky mbiemër për ju? Tani, sigurisht që nuk është e lehtë ta mbash mbiemrin Gurekuqi. Ka pesh përgjegjësia. Dhe sigurisht që familja Gurekuqi është familje i njerëzit që kanë kontribu në themelimin e shtetit, por kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë në arsim, kulturë edhe gazetari, sepse xhaxhai tim, Zefi, është profesion gazetar. Ndërsa djali xhaxhai tim që nuk jeton, Ilir Gurekuqi, është ndarë nga jeta në Itali 20 vjet më parë, ka qenë gazetar në BBC në Romë. Pra, i gjithë ky spektri i kontributit artistiko, letrar, patriotik i kësaj familje. Kështu që është përgjegjësi. Pra nuk është kollaj që sa shumë kollaj ta turprosh dhe veten dhe emrin tënd. Po unë s'kam guxuar. S'kam guxuar dhe kam preferuar që të ndjek gjurmët e babait. Babai tim, i cili ka qenë një nga themeluesit e ansamblit të ushtrisë Mat Shtirimi, ka qenë një nga themeluesit e operas në Tiranë, studioi në Moskë për regji, u kthye, u emërua regjisor në operë, pastaj u emërua pedagog në Universitet në Arteve, pedagog i jashtëm, ku drejtoi për shumë vite klasën operistike, të cilën më vonë drejtova unë për 25 vjet. Kështu që ndoqja rrugën e tij jo thjesht për ndjek rrugën e tij, po për atë kisha talent. Pra, si me thënë, rruga më çoi vet atje. Vijat gjenetike mbase? Ndoshta, pa diskutim. Kështu që sigurisht se ndoqja edhe librin tjetër të babait, se babai shkronte edhe librete. Për skenike. Unë shkruaj libra me poezi, shkruaj dhe libra profesioni. Njëri nga cilët është këtu dhe të cilin e kam promovuar në Prishtinë, enkës për Universitetin e Prishtinës, e kam promovuar pastaj dhe në Tiranë, në Operën e Tiranës, dhe solla dhe këtu. Faleminderit shumë. Ne do të flasim gjëri gjatë për gjitha këto, por do doja të ndalesha tek fëmijëria. Si është të rritesh në një familje artistësh mjeshtrish? Tani, sigurisht që unë kam lidhur në 25 korrik 1955. Jam 70 vjeç, sa po i kam bërë. Por, familja Gurekuqi, ose më saktë, gjyshi im, Kola, ka qenë në shoqatën Vllaznia në Shkodër, njëri nga themeluesit e seksionit të teatrit. Ndërkohë që punonte si jurist, në Shkodër lulizonte teatri amator. Dhe shoqata Vllaznia ka qenë dy, Vllaznia dhe Bogdani. Ky ka qenë në shoqatën Vllaznia themeluar nga Hil Mosi dhe atje ndiqte grupin e teatrit, ku shkruante vetë drama, ka shkruar 6 drama,
i ka vënë vetë në skenë si regjizor, ka luajtur dhe vetë si aktor. Sigurisht që gjithë të drama sot ndodhen në Shkodër, në arkivin, në muzeon e Shkodrës, dhe janë një pasuri historiku të teatrit në Shkodër. Sigurisht që teatri nuk lindi vetëm në Shkodër, po ka pas dhe qytete tjera që kanë luajtur teatr, por në Shkodër lullëzoi. Regjizori i dytë, mbas gjyqit tim, Qejmat, i cili shkoi në Moskë dhe studioi për regji. I treti isha unë, dhe i katërt ishin birë që sot punon si regjizor, ka mbaruar Akademinë Marubin të Kujtim Çashkut në Tiranë për regji, multimedia dhe kinema, dhe sot është regjizor në televizionin ABC News. Kështu që sigurisht neve ndoqëm këtë linjë jo se na e mësuan me zorë, por sepse këtu ishte talenti. Dhe e vazhduam këtë linjë, po kemi punuar me shumë përkushtim. Me shumë dërshmëri, dhe kontributi im në Akademinë e Arteve në opera është 44 vjeçar, ndërsa në Universitetin e Arteve në Tiranë është 25 vjeçar, ku kam nxjerrë nga klasa ime me dhjetra dhe me qindra student që sot i kenë karrierë kombëtare e ndërkombëtare. Nuk po përmendim emra se jam pafund. Çfarë ka ndikuar më shumë në formimin tuaj? Gjaku i fisit Gurekuqi apo fakti që patët babai një mjeshtër dhe ndoqët lehtësisht ndoshta rrugën e tij? Shiko, unë si çdo fëmijë që të themi e ka më kollaj të grindet me prindin e vet, se sa me një shok e me një mik, edhe unë grindesha, e dëgjoja shumë babaj, por edhe grindesha shumë me të. Siç bënte djali im me mua më vonë, etj. etj. Kështu që gjithë një brezi tjetër mendon që do ta çoj më përpara punën. Por unë sot them me plot bindje që ndoshta në numrin e veprave që kam vënë në skenë, në krahasim me babain tim, ai ka vënë në opera, ka punuar në opera deri 50 vjeç. Unë vazhdoj të punoj. Unë vërtet kam dalë në pension, po jam punë akoma. Kështu që vazhdoj të vej vepra në skenë në Shqipëri, jashtë, në Prishtinë, ndoshta mund të vi edhe këtu të vej ndaj çfaqe. Kështu që jam akoma në punë dhe mendoj që ky ka qenë një nga fatet e mia, po fati im më i madh ka qenë që unë nuk shkova në Moskë. Unë shkova në Paris. Shkova të shikoj Oksidentin, botën perëndimore. Kështu që sigurisht që çfarë konstatova? Konstatova që në Paris apo në botën teatrore që ishte transportuar nga Moska në Tiranë, kishin ndryshim shumë të madh me atë të Parisit. Kështu që unë, siç bën prindërit tanë që sollën shkollën e Moskës në Tiranë, unë solla shkollën e Parisit, kaq. Diferencat ishin shumë të mëdha. Ishin të mëdha. A mendoni si një artist trashëgon gjenet të artit apo çdo herë duhet lind nga e para? Jo nga e para, jo. Trashëgon pa diskutim, trashëgon temperament, trashëgon kulturë. Nuk lind nga e para, nuk mohon. Unë nuk e dua nihilizmin. Unë nuk jam ngritur mbi nihilizëm duke mohuar tjerët. Unë e kam marrë përvojën e tjerëve, gjithnjë në çdo intervistë time them, i kam respektuar në maksimum pedagogët e mi, i kujtoj me madh, pa diskutim, kam qenë i rrethuar me asat. Mbarova shkollën, u emërova në opera, kam qenë i rrethuar me njishat e kohës, me Gaqe Çako, Aramis Kovaçi, e artistë të tjerë të mëdhej, që në atë kohë ishin gjithë artista popullë, unë isha më i riu. Por isha midis
atyre të cilët skenën e kishin si shpinë e tyre. Mësova shumë për tyre. Edhe sigurisht mësova nga i matë, po mësova shumë në fushën e lojës. Njeriu mëson, akumulon dhe vjen një moment që shpërthen. Dhe për historia ime e jetës time artistike kështu është, unë s'kam qenë njeri që kam kundërshtuar shumë, se në atë kohë nuk kundërshtoja të shumë, por bleja shumë, dhe erdhi pastaj koha që e mora situatën në dorë, iga në Francë, u ktheva dhe nuk ndalova më së vëni vepra në skenë çdo vit. Nuk ndalova se bëri turne Shqipëri dhe jashtet, dhe sot backgroundi im është ai që lexohet ju. A e keni menduar ndonjëherë si do ishte karriera juaj artistike po të mos studionit në Francë? Nuk e kam menduar, po mendoj që do kisha shku në Itali. Patjetër kam qenë, mas Francës kam qenë dhe në Itali, do kisha shku atje sepse ishte shumë kollaj me shku në Itali. Kurse tashi përtoj të shkoj. Se mosha bë punë vetë. Patjetër, po mendoj që teatri muzikor italian është një teatr konservativ, është një teatr tradicional, edhe italianët janë si punë anglezëve në futboll. Anglezët e kanë shpik futbollin, po e kanë shumë vështirë të fitojnë kampionatin botror të futbollit. Gjithë një dalin 2, 3. Kështu janë dhe në fushën e operës. Italianët e kanë shpik operën, po në fushën e operës përpara tyre ka disa shtete. S'po i përmend, dhe Franca është një nga ato. Nuk po them botën anglosaksone, bota gjermanike, e cila sot në nivelin e vënieve në skenë ka shku në hanë. Çfarë është sot regjia për ju? Si do ta definonit? Një shpjegim teknik i një partiture apo një mënyrë për të rrëfyer shpirtin? Jo, është një kreativ, sot jetojmë në botën e kreativitetit. I krijimit nga njëherë ekstrem. Unë nuk jam krijues ekstrem. Që të them që këto jam unë dhe topin e kam unë, golin e bëj unë. Jo. I kam provuar të gjithë llojet e vënieve në skenë. Kam provuar edhe të them teatrin e gjesteve, ku të vesh një operë në skenë vetëm e gjeste, kam provuar në Akademi të Arteve, me studentët janë opera, se atje të fishkallej, por kam provuar. Sigurisht që çdo gjë në jetë njeriu duhet të ketë ekuilibër. Po dole jashtë ekuilibrit, sigurisht do të godasim. Pra, të jesh bashkohor, po me ekuilibër. Unë në 98-ën kam bërë një vënie në skenë ekstremiste. Një operë të Mozartit sjell në ditët tona, që e kam sjell dhe këtu në Shkup. Dhe e kam çfaq në operën në Shkupit, kam marrë pjesë në festivalin e Majit. Në Maj më duket se është një festival këtu që bëhet. Dhe ajo ka qenë një vënie jo tradicionale, jo me kostumet e kohës Mozartit, por të ditëve tona, skena një trapez, një figurë geometrike, e përmbysur dhe e mbushur vetëm me figura algebrike. E gjithë thonin, po çdo Mozarti me A plus B plus C, etj, me shëndzim, pjesëtim etj. Sigurisht që unë e kam shpjeguar, se çdo më thënë, se vepra quhet così fan tutte, kështu bëjnë të gjitha. Po unë e ndryshova vënien, titullin, kështu bëjnë të gjithë, meshkuj dhe femra. Se nuk e bëjmë veç e veç, po e bëjmë bashkë. Pra tradhtojnë bashkë. Dhe ky është një definicion matematik. Kështu bëjnë të gjitha është formulë. Dhe kjo funksionoi shumë sa që në Shkup ka lënë një, nuk e di, ka lënë një mbresti jashtëzakonshme atëherë. Edhe se gjatë provave patëm disa peripecira të vogla, por që i kalon. Se kudo ku shkon ka peripecira. Patjetër që po. Nëse muzika është gjuha e shpirtit, si e përkthej një regjisor atë në imazh dhe lëvizje skenike? Tani,
Edhe këtu kërkohet ekuilibër. Kërkohet ekuilibër sepse veprën e ka shkruajtur dikush tjetër. Pra ti do ta transmetosh veprën që e ka shkruajtur ai. Por do marrësh qëndrimin tënd. Sepse pse vepra vënia në skenë ka një platformë regjizoriale. Pra koncept regjizorial mbi këtë vënie në skenë, se dhe regjizori transmeton mesazh mbi mesazhin e autorit. Dhe kështu që kjo gjuhë përpara regjizori ka qenë thjesht një vënës në skenë, që zbatonte ato që kishte shkruajtur autori dhe ka ishte një vënës, një asistent më shumë i autorit. Nuk ka sot regji është kreacion. Ka ndryshuar me kohën? Pa diskutim. Është kreacion. Pra ti mund të shofish sot Così fan tutte në Mozartit që të përmend unë, në qindra dhe mira vënje çdo regjizor e vend ndryshe. Po të njëjtën vepër. E unë po të them një gjë për shembull. Një 10 vjet përpara unë vura Otellon. Operën Otello të Giuseppe Verdi. Dhe nuk e respektova shënimet e autorit, e Giuseppe Verdi. Unë skenën, vendin e veprimit, e bëra një skaktjer, një fush shahu, ku hidhen zaret e fatit. Fati i kujt luhet aty? I Otellos. E kush jedh këtë zare? I hedh Iago. Kupton? Kështu fillon vepra dhe në fund fare të veprës, se dihet tash Otellon e njohin gjithë. Në fund fare, në qoftë se në vepër vdes vetëm Desdemona e mbytur nga Otello, unë i vrava gjithë personazhet. Çdo regjisor lë shpirt në veprat? Pa diskutim. Le teknikën e tij, mënyrën e të vënit në skenë, le dinamikën e tij skenike, i trajton personazhet si nga ana e dinamikës lëvizjes në skenë, por edhe nga karakteristikat individuale të personazhit, i bën gjetje të caktuara individëve, në shërbim të atij mesazhi që ai do transmetoj mbi veprën e autorit. Nuk është letërgjie, është koglavitur, është siç kush i roman. Absolutisht po. Ndoshta edhe më i vështirë. Apo jo? Po. Ju keni punuar shumë vepra, në shumë vende të ndryshme. Çfarë veçoni nga gjithë kjo punë e juaja? Cila është ajo vepër që ka lënë shenjën tuaj personale, nëse mund ta quaj kështu? Po tani, në atë 10 vjeçarin 2015, dhe më thënë këto 12 vjetë, dhe kam bërë shumë vepra. Kam bërë shumë vepra dhe aty kam vënë repertorin më të madh që ekziston. Repertorin më të madh që ekziston, Aida, Un ballo in maschera, ballo me maska, Manon Lescaut, Turandot e Puccinit, mbi prallet e Carlo Gozit, e një mori veprash të tjera, ose Gat Gasmore të Windsorit të veprën shakespeariane që Verdi e ka muzikuar, vepra quhet Falstaff, një vepër totalisht komike, që shpesh më pyesin çfarë mendimi ke për Falstaffin. Unë do të thoya kënaqësinë që kam ndjerë kur kam vënë Falstaffin, Aidën dhe Turandotin, nuk e kam ndjerë me asnjë vepër tjetër. Përse? Sepse janë vepra universale. Dhe unë shpesh herë në veprat që kam vënë në skenë, kam kërkuar të universalizoj mesazhet, mos t'i lëj në një vend të caktuar, në një botë të vogël. Edhe në përgjithësi krijimtaria ime këtu lëviz, domethënë, në mesazhin e sepse i lë veprat pa kohë. Pra ti nuk e kupton se jo të gjitha, të kuptohen.
Ka vepra që i kam sjell ditët tona, me celular, Këtë doja të thoja. me gjinca, me... Përshtatet me kohën? Po, përshtaten. Përshtaten sepse duhet dimi që kompozitorët e mëdhej kanë qenë shumë bashkohor. Kanë qenë bashkohor. Edhe për kohën e tyre, po fatmirësisht, për ne janë genial. Janë bashkohor dhe sot. Kanë mesazhe dhe për ditët tona. Kupton? Pra, Jam parapri kohës në një farë lloj mënyre. po pa diskutim, përderisa luhen, shiko, e ke pa filmin e Mozartit? Po, patjetër. Ashtë. E ke pa brenda filmit Mozartit, ti shikon operën Don Giovanni, Don Juani. Në operën e Don Giovannit, në skenën e fundit fare, ku Don Giovanni digjet në ferë, kamera shkon dhe në salë. Personazhet që janë në skenë janë njësoj të veshur si ato që janë në salë. Pra, Mozarti i ka veshur, personazhet i ka pasur të kohës ti. Pra, Mozarti ka qenë bashkohor, ka qenë koherent. Tani, sot, në botën dogmatike operistike, po të shikosh në një vepër klasike, me rrobat ditëve tona, thot, po kanë ikur, thot, nga gjua e kohës. Po vepra pse duhet sot? Se ka genialitet dramaturgjik, ka dhe genialitet muzikor. Bashkoj këto, të dyja, pra vepra i vlen, me mesazhet e saj i vlen dhe kohës sotme. Dhe unë jam i bindur që këto do t'i vlen përjetësisë, do t'jenë të përjetshëm. Mjeshtër Gurekuqi, si qëndron shoqëria e sotme në relacion me artin e mirëfillt, operën në këtë rast? Në që kuptim? Në kuptimin e ndjekjes së këtij arti? Po, tani ka shumë legjenda. Ka shumë legjenda. Legjenda do t'i quanit. Legjenda do t'i quaj? Po, ka shumë legjenda. Ka një legjenda tra virgolete. Ka një legjendë e cila i takon muzikës moderne, muzikës jazz, muzikës techno, më the thash e tjere, e cila nuk e frekuenton operën. Dhe e shpërfill. E kupton? Por, ka dhe një bot tjetër. Sigurisht që është më age, thot francezi, është më e moshuar, po që shkon opera. Dhe operat në Europë janë plot. Ku këndojnë artistat ndaj botror. Sa artistat tonë shqiptar këndojnë lart e poshtë nëpër botë. Sajmiri, Imva, Mishketa, Ermonella, e disa të tjerë miqtan, të cilët këndojnë. Në për teatro dhe nuk këndojnë sala bosh ato. Ato këndojnë sala plot. Vetë kanë qenë. Sala plot. Bukur shumë. Kupton? Po, për një moshë caktuar. Tani, ti s'ma bërë këtë pyetje, unë do të them që unë kam pas shumë qef muzikën e lehtë, muzikën moderne, dhe kam pas shumë miqësi me një grup muzikantësh të liceut artistik në Tiranë, unë kam qenë maturant, dhe ne formum kam qenë në gjimnazin Qemal Stafa në Tiranë, formum një grup modern në atë kohë. Dhe performuam për para festivalit famshëm të 11 që u dënua atëherë në Shqipëri, ne performuam në të festivalin e zërave tri në Pallatin e Kulturës. Sigurisht që jo për shumë kohë, sepse u shpërnda. Pra unë, gjimnazist, e kisha shumë qef muzikën moderne, po unë shkoja në opera. Shikoja edhe opera. Shikoja çfaqet që lueshin atje, çfaqet që vinë të babaj, pra ka ndikuar babaj, pa diskutim. Sepse ai më ka marrë në provat e çfaqjeve të tjera, shpeshherë prindit na merrin me veten punë. Se opera ku punonte i madh dhe ansambli popullor i këngëve vallë popullore ku punonte nëna, ishin bashkë në një institucion dhe prindit na merrnin. Ne fëmijët lunim në atje, nga një herë kur në tekësh hynim në sallë dhe shikonim provat. Edhe kështu u familiarizum, pastaj në shtëpi çfarë dëgjojmë. Prindër që flisin për muzikë.
për letërsi, për muzikë, për këngë popullore, për opera, për balete. Kështu që u rrita me. Thuaj që opera gjithmonë do një publik elitar. Ndoshta elitar në kuptimin e shijes së ndjekjes së artit. Po normal, sepse ka një gjë që çfarë është opera? Opera është një dramë me muzikë, ose një komedi me muzikë. Kjo është opera. Pra, unë bëj pyetjen, teatri kërkon një publik elitar? Si thotë? Nëse do më pyesni për kohën e sotme, mendoj që po. Në këtë botë Atëherë, nëse mendon që po, pa diskutim, e di pse, pa diskutim dhe opera. Sepse në qoftë se ti në teatr e ndigjon fjalën shqeto, s'ka muzikë, s'ka orkestër, nuk pengohet fjala që të vi, po vjen, kryesisht vjen muzika, po vjen dhe fjala, po kur fjala nuk vjen, atje vjen titrat sipër, përkthimi, dhe publiku e shikon se çfarë këndon këngëtari në skenë. Por ama, në opera nuk mund të shkosh kështu, po përdor një shprehje popullore, derë në thes, pa ditur asnjë gjë, kërkon, pra çfarë do shikoj Travianën, apo do shikoj Bohemën. Mirë është ta lexosh një libretin, çfarë trajton kjo vepër. E kur e di se çfarë ndodh, pastaj fillon e shijon dhe muzikën. Fillon e kupton që opera është ndërtuar nga, si në teatr që ka monologje, ka dialogje, kështu është dhe opera. Një monolog në teatr, në opera quhet arje. Ka dhe një dialog quhet duet, po në opera ka kvartet, ka tercet, ka ansambël, ka sekstet, ka quintet, ka korale, që nuk ndodhin në teatr. Në prozë të gjuhet. Po. Do doja të ndalesha pak tek opera Goca e Kaçanikut, ka qenë e punuar në rrethana jo të zakonshme, do të quaja kështu. Si e qenë ky proces? Shiko, që një kënaqësi e veçantë për mua të vjen skenë operën Goca e Kaçanikut me ftesë të drejtorit të operas atje, mikut tim Meriton Ferizit, cilin e përshëndes nga studio juaj, i cili më ftoi për të vënë skenë operën Goca e Kaçanikut të kompozitorit të shquar Rauf Dhomi, që edhe zotin Rauf unë e kam mik. Unë kam një lloj lidhje, të themi kështu, historike me këtë vepër, sepse ajo për herë të parë është luajtur në 79-ën, 1979 në Tiranë, në operën e Tiranës. Unë sapo kisha marrë shkollën, isha emëruar, dhe më thonë ke qef të marrësh pjesë në operën Goca e Kaçanikut e kompozitorit Gjakovar Rauf Dhomi, po, më thash, patjetër. Po ku të marrë pjesë, se rolet nuk do t'i luaj unë, dhe s'do t'i luajnë unë sapo kam marrë shkollën. Jo, tha, po ti, ty do të fusen si figuranta në kor atje. Do marrë pjesë, është patjetër, me shumë kënaqësi, dhe kam marrë, jam edhe në fotografi atje. Po kënaqësia që mora pjesë në një vepër të një kompozitori nga Kosova, i cili vinte, atëherë ishte i ri, pa diskutim, kishte bërë një vepër shumë të bukur, një vepër patriotike, se Raufi është shumë melodios. Ka melodi të bukura dhe njeh mirë dramaturgjinë skenike. Ka shumë rëndësi. Kompozitori duhet njohë shumë dramaturgjinë skenike i të bëjë një muzikë të mirë. Fatmirësisht ai e njihte dhe kam bëj vepër shumë të bukur, duke qenë që unë e njihja veprën, e kisha në vesh, e mora me shumë kënaqësi dhe e asimilova brenda një kohë të shkurtër. Dhe u bëra gati, thash, më caktoni kohën kur do vi, që të vi të vënë skenë, përgatita platformën, e dorëzova drejtorit, përgatita planin e provave, dhe kam denjur në shkurt një muaj. 30 ditë për të vënë skenë këtë opera. Me operën e Prishtinës, apo të themi operën e Kosovës. Operën e re, se 2-3 vjetë ka, që është formuar si institucion. E bukura e kësaj ka qenë sepse artistët kanë qenë gati se nga gjitha trevat shqiptare apo shqipfolë, se ka pasur nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria. Po.
Besoj që e ka bëm më të veçantë këtë pjesë. Po, u bashkuam shqiptarët e gjithë trojeve dhe mirë bën që u bashkuam dhe duhet të bashkohemi përsëri për të bërë gjëra të tjera se si thot populli, bashkimi bën fuqinë. Absolutisht. Do mos gabosh në jetë, ndiq fjalët e popullit, kaq. Janë breza të tërë. Kështu që u bashkuam dhe bëm një vepër e cila ngriti popullin pesh. Me temën e saj patriotike, advetare, të luftës për liri. Një dëshirë dhe një vullnet i paepur i shqiptarëve kudo ku janë. Dhe nga Maqedonia Veriut, ne kishim tenorin Ismet Veseli, i tenor simpatik, i lezetshëm, i cili ishte i muzikant i talentuar, pa diskutime dhe realizoi një rol shumë të mirë. Atje dhe në Tiranë, sepse çfaqjen e bëm në Prishtinë, në shkurt, në nëntor e bëm në Gjakov, në festivalin e Gjakovës, dhe mas 5 ditësh e bëm në Operën e Tiranës. Shpresojmë ta bëjmë përsëri. Shpresoj shumë. Një artiste nga vendi jonë që është mikja juaj dhe ka qenë pjesë e operës Goca e Kaçanikut, Besiana Mehmeti. Po, edhe Besiana është gjysëm Prishtinëlie dhe gjysëm Tetova ta quajmë. E kemi kudo. Po. Kur jemi tek Besiana, ajo ka dashur t'ju falenderoj nëpërmjet një letre, ka dërguar një mesazh për ju, se do më lejoni do ta lexoj. I dashur profesor, është shumë e vështirë që para syve tuaj dhe në takimet tona të shpeshta të shpreh të respektin e mirënjohjen për përkushtimin dhe profesionalizmin tuaj, por e kam për privilegj të shkruaj këtë letër për ju. Lumturohem pafund që shikuesit sot kanë mundësi të njohin një njeri profesionist, pedagog të rrallë dhe një trashëgimtar të dinjitos të trungut të familjes së Luiç Gurakuqit, i cili ishte delegat i Kongresit të Manastirit dhe nënshkruesi i Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë. Sa shumë na keni mësuar sa që orët e studios së operës edhe sot mbeten të freskëta në memorien time, kur me ngulm na thoje, këngëtari nuk mund të jetë rob i dirigentit, duhet të rrokullueseni në skenet këndoni. Një ditë isha e shqetësuar dhe thash, profesor po bie për se miton poshtë kur këndoj arjen. Buzëqeshët dhe më thatë, provo dhe një herë dhe pozicionohu lartë me zë shumë të lehtë, sepse Rossini nuk duron teknikën ruse. Si me magji e këndova deri në fund pa problem dhe shfaqja pati sukses absolut, edhe pse ishim student. Më pas, më realizuat një ëndër të madhe, me ju shkela derasat e teatrit të operës në Tiranë, ku më hapët dyer me besim të madh duke më dhënë një rol historik të një shfaqjeje të jashtëzakonshme e para e muzikës moderne shqiptare dhoma. Profesor, ju jeni enciklopedi e kulturës shqiptare dhe jam e lumtur që në Universitetin e Tetovës ku punoj sollët edhe mjeshtërinë tuaj skenike me shfaqjen Zëri njerëzor dhe mjeshtërinë pedagogjike duke na nderuar me masterclass që realizuat me studentët tanë që edhe sot ju përmendin dhe ju kërkojnë për të bërë koncertin e radhës me ta. Faleminderit profesor që me përkushtimin tuaj deri në detaje më falet suksesi në vitet që ishin tepër të rëndësishme për formimin tim profesional, duke bërë kështu pafundësisht krenar babain tim i cili të rjetës i kishte syt nga unë. Profesor i dashur, Uskana, miku juaj Shkodrani dhe unë ju duam fort dhe ju urojmë shumë shëndet bashkë me teta Zanën e mrekullueshme e cila është çelësi i qetësisë dhe suksesit tuaj. Ju jeni profesionisti që e keni shkelur moshën, andaj kulturës shqiptare keni edhe shumë çka për t'i dhënë. Unë falenderoj nga zemra Besianën, sepse ka bërë një letër që sigurisht që i ka shprehur dhe herë tjera këto, këtë mirënjohje të thellë që ajo ka për mua, por edhe unë në këto 20 vjet mas marimit të shkollës, si studente e shkëlqyer që ka qenë, dhe që unë e kam mbështetur shumë dhe e kam nxitur, kjo është e vërtet. Besiana sot ka krijuar autoritetin dhe personalitetin e saj solid, pa diskutim, dhe që është një aset për universitetin ku punon, por edhe në të gjithë këto troje
nga ne lëvizim. Gjithashtu, unë dëshoj t'i uroj Besianës dhe bashkëshortit Shkodranit, bashkë me Gocën, vajzën e tyre, t'i uroj shëndet, mbarësi, profesionalizëm të lartë dhe sukseset më tejshme dhe mos shterofshin kur. Ndërsa unë, sa po i kam shkelur të 70-ta, përpiqem që për të ardhur dhe për deri këtu, por edhe për të vazhduar rrugën, përpiqem të bëj një jetë të kontrolluar. Jo të lëshosh atë gazin e motorit pa frena fare. Siç keni bërë gjithmonë. Po, normal, jo gjithmonë, se kam bërë. Apo jo? Jo, se kam bërë gjithmonë, por vjen një moshë që duhet ta bësh. Okej. Kështu që pa diskutim që këtu merit ka edhe ime shoqe, Zana, e cila pa diskutim që kujdeset jo pak, por kujdeset shumë, jo vetëm për mua, por edhe për djalin ton, tashmë baba, edhe për mbesën e vogël, 3 vjeçare, që sigurisht edhe unë kujdeset. Patjetër që po. Dëshiroj ta përshëndes edhe një herë Besianën, Edhe që kemi në edhe i uroj gjithë të zonjën mira. Tetazano. Në fakt, do doja të ndalesha këtu tek pjesa e bashkëpunimit sa i përket artit në mes relacionit Shqipëri-Kosovë-Maqedoni. Sa jemi në nivel të bashkëpunimit artistik po flas? Tani, po t'ishte në dorën time, unë s'do rreshja se bashkëpunuari. Kaq. Por nuk është në dorën time. Sigurisht që ka nevojë shumë për një produkt. E di ku ndryshon perëndimi nga neve? Ku ndryshon? Produkti artistik u prodhua këtu, ai nuk rri aty. Çfaqet për atë qytet ku u prodhua dhe pastaj ikën. Shkon në për qytete tjera, lart e poshtë, është në kontakt me dynjan. Me qytete tjera, kupton, pra, pse u kam sugjeruar atyre që mos ndaloni me Gocën Kaçanikut aty, se është një pasaport e kulturës shqiptare. Pra ti bën edhe reklam, të kulturës shqiptare, e bën dhe e çon nga njëri qytet në tjetrin, nga njëri shtet në tjetrin. E mori Viston ajo, e mori në Prishtinë. E rimori në Tiranë pasaportën, tashi ajo vepër shkon ku të doj. Dhe jo vetëm ajo, po dhe tjera në qoftë se do vinë nga mrapa, shpresoj që të vinë, shumë, dhe më besojmë që po t'ishte në dorën time, pa diskutim që do t'ishte rritur shumë niveli bashkëpunimit. Është pak lokal, produkti artistik. Jo i mjaftueshëm, do me thënë. Po. Do doja të ndalesha tek një pjesë tjetër e juaj, sa për të mos thënë një profesion tjetër. Në duar kam një përmbledhje me poezi Eja Ikim. Jo, ajo është, më falë, kjo është një poem. Një poem, më falë, po. Kjo është një poem që unë e kam shkruar në 2016, por që është botuar para 3 vjetësh. A mund ta kuptoj kur ke qenë momenti kur fillua ta shkruanit? Kjo ka qenë, është shkruar në 2016, i dedikohet Timbiri, që më ka lënë, nuk jeton. Dhe unë kam filluar ta shkruaj në 2016, 4 vjetë mas je iku nga jeta. Kur deri në ato moment u kisha shkruar 4 libra me poezi. Kryesisht dedikuar atij. Thash, do shkruaj edhe këtë poemën dhe Eja Ikim. Ky libër në fakt është një poem që unë e kam botuar te Universiteti Evropian. Edhe është një bashkëbisedim. Në fakt e di çfarë është kjo? Kjo është një ëndër. Është një ëndër. Në ëndër më vjen i mbir dhe ulemi bisedojmë. Takohemi dhe bisedojmë ku do ikim. Ku do shkojmë? Unë zvi dot atje, ti zvi dot këtu. Atëherë ku të shkojmë? Ikim në një hapësirë të tretë që nuk ekziston. Kjo është Eja Ikim. Kupton?
Dhe sigurisht që e kam shkruar për 3 ditë. Kjo poemë është shkruar për 3 ditë, sepse vinte vulkani nga brenda, edhe frymëzim është, arti është frymëzim. Nuk është matematik. Pastaj, sigurisht i veprën e mbush, e plotëson, me detaje, me elemente ndryshme, e tjera, e tjera. A ka arti fuqin të shëroj plagët, apo t'i vë në pato? Pa diskutim. Ka. Çfarë do të ndanit të na lexonit një pjesë? Po një... Të pavendosur të shoh, mendim varur pezull, kohë më dyshur, mbi krah trishtili. Paradigmat e tua po rrudhosen, lëvizja jote dyshimi shtangur. Kthimi yt frikson mjegullat, avullon gulqimat, vërteton gjurmët. Më në fund, vendose të ngresh spirancën në ndryshkur. Nga gëzimi po zbardhkojnë në kabinën e buzëqeshjes sate, shoh brengën. A e sheh? Si po u thoj në detin e pavdekshëm me dritën e mëngjesit? E gjeta rrugën, e gjeta ndryshimin, tashi bashkë me ty nuk ndal drejt rrugës pa kthim, drejt universit, jashtë rrugëve e kufive të jetë vdekjes, ku nënët e pafajshme vajtojnë fëmijët e humbur. Nuk po e vazhdoj më. Faleminderit shumë. Humbja e djalit është një dhimbje e madhe për ju. Ku e gjeni atë kur ju merr malli? Në cilat kujtime e kërkoni? Po, e kam me vete. E kam me vete dhe tash nuk do të tregoj që unë emrin e tij e kam shkruar këtu. E kam këtu të shkruar dhe moshën e tij. Marsit 26, një yll. Besoj që në këtë poem apo në shkrim ju leni kujtimet e juaja këtu. Do t'jetë një shkrim i cili do jetoj për te i kohës. Tani kështu është disa ekzistenca i privilegjon. Disa i provon me gur shumë të rëndë. Disa nuk i lën as mish as peshk. Mu më hodhi një gur shumë të rëndë, po që i kisha provuar 2 gur të tjerë për para humar nënën dhe babën brenda vitit. Dhe mu duk fundi botës, kur hum prindërit. Po, kur humba djalin, pastaj por disa kohë, dhe më thënë, mu duke pa kuptueshme ekzistenca. Dhe ishte një kohë që një periudhë bosh fare, por që mas disa muajsh e kalova, pastaj e kalova u ktheva në punë, vura veprën skenë, fillova të shkruaj, dhe kur fillova të shkruaj e kuptova që fuqia e penës në mposhtë të gjitha dhimbjet. Nuk lën dhimbje pa mposhtë. Fuqia e penës sepse ti e përjetëson te ikurin. Nuk bëhet fjalë tashmë vetëm për djalin tim, se janë me qindra me mira prindit ku do në përbot që umit fëmijët, që po në shofin sytë tani, se fëmijë vritën lartë e poshtë. Kupto, kështu që i thash vetës, unë do bëj vepra për djalin. Dhe nuk ndel se bëri vepra për të, dhe do vazhdoj. Derisa të marrë frymë, do vazhdoj të bëj vepra për të. Nëse jeta do ishte një partitur, ku do të vendosni notat e lumturisë dhe ku ato të dhimbjes? Tani, të them që lumturia ekziston, nuk e them dot, sepse nuk ekziston. Është iluzion? Është iluzion. Ekziston dashuria, po jo lumturia.
Lumturia është sepse njerëzit e rrinë dashurinë dhe pastaj du një gjë tjetër për te. Që është lumturia? Një çast. Dhe pastaj vje me kam tokë prap, zbret prap. Pra, më shumë se ekziston, se ekziston. Por, më mirë është jetosh me kam tokë, se sa në një egzaltim ekstrem që quhet lumturi. A mendoni se njeriu e zgjedh fatin e tij apo fati është si një skenar i shkruar? Jo, nuk i dihet. Asgjë si dihet. Sigurisht që kur jeton midis, të themi, midis një realiteti dhe një përfytyrimi, e kupton gjithnjë ti arrin ta komandosh ekzistencën tënde në një farë mënyre. Por nga një herë nuk i dihet, zbret i gur nga mali, edhe ti qëllon aty që të bie i gur ty dhe ike. Nëse do të kishit Kështu që ekzistenca lidhet dhe me rastësinë. Kupton? Po unë nga këto rastësi nuk kam patur. Nëse do mund t'i flisnit vetes suaj në versionin 20 vjeçar apo më të ri, çfarë do t'i thonit? Kush kem qenë unë 20 vjeç? Gjyqja ime thote një shprehje të bukur për mua. Kush ai thote? Po, ai është hashari. Hashari, e di ku ti thon? Jo. I lëvizshëm, i shkafët, zhurmë më madh. Pra nuk le dy gur bashk. Ai hashariu 20 vjeçar sot u bëj njeri me kam tokë. Por ama, unë u bëra baba 22 vjeç. 22 vjeç kam qenë baba. Ne të dy ishim student, dhe Zana shkonte në ekonomik, unë shkoj në Universitetin e Arteve, e bëni me radhë, kur shkonte ajo e mbaje djalin unë, kur shkoja unë shkollë e mante djalin ajo, etj. Po sigurisht kishim dy familje që na ndihmonin, por ja kështu u bëm të përgjegjshëm shumë shpejt. Dhe nuk patën shumë kohë me vazhdu me ato aventurat e rinis. Kupta? Kështu që u bëm krye familjar, shumë shpejt dhe ja ku kemi arë, kanë kalu 50 vjetë. Gjysmë shekulli. Jemi në minutat e fundit të programit, unë kam shumë dëshirë që këtë bisedë e di që po ta zgjasnim. Nesër mëngjes maron, kjo ti je e bindur. Si përfundim, kur shihni jetën dhe karrierën tuaj sot nga larg, çfarë i thoni vetes? I them atë që vazhdo t'jesh këmbëngulës si që ke qenë në fillim kur ke filluar. I durueshëm, kam qenë shumë i durueshëm, e dija pikën ku do arrija, por kam qenë këmbëngulës për t'insistuar për t'arritur atë që duhet t'arrija. Dhe e arrita. E arrita nga njëherë duket, kur flas, po kthehem dhe njërë tek djali, kur flas për djalin, them, unë kam duruar të padurueshmen. Kështu që për profesionin them, kam arritur të pa arritshme. Pra arrita, falë këmbënguljes, studimit të shumt, ndjekjes së këshillave, dhe të atyre të cilët më përkrahni, dhe pastaj ambicjes time për të ecur gjithmonë, për të studiuar gjithmonë dhe për të sjellë gjithmonë një gjë të re. Sepse nuk mund të përsëritish veten. Një herë, 2 herë, 3 herë, se përsërit do të më. Kur të dalish, do dalish ndryshe. Se thonë, filloj të përsëriti veten ky. Kuptoj, kështu që Mjeshtër, privilegj dhe një herë kënaqësi për mua që ishit sot këtu. E vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Do shta pa prezencën tuaj, ky rrugtimi imi do ishte i mangat. Tash edhe unë të uroj sezon të mbar, edhe televizionit tuaj ju uroj
sezon të mbarë, qofsha unë mbarësia. Faleminderit shumë. Patjetër që po. E punëve, përshëndes gjithë stafin, ty veçanërisht që më bëre ftesën, edhe që drejtove me kaq kompetencë këtë intervistë shumë të këndshme dhe një nga më të veçantat që kam ndjekur në karrierën time artistike. Faleminderit shumë. Por kam hasur tek juve, po të them juve, kam hasur tek ju përgatitjen profesionale, dashamirësinë, buzëqeshjen dhe mirësinë që ti paraqet. Reflektimi juaj. Kënaqësi. Inshallah. Të nderuar shikues, ne do ta përmbyllim këtu këtë bashkëbisedë, duke u lënë takim të radhës, por deri atëherë vazhdoni qëndroni me televizionin 21.